Tani kemi nderin të ftojmë një tjetër mik dhe mbështetës të Mërgatës Shqiptare, zotriun Imer Ladrovci. Si diplomat, ai ka qenë gjithmonë pranë shqiptarëve në Mërgim dhe ka bashkëpunuar ngushtë me shoqatën Pavarësia. E ftojmë për një fjalë rasti. Als nächsten Gast haben wir Herrn Emir Ladrovci auf die Bühne. Herr Ladrovci hat sich als Diplomat stets an der Seite der Albaner und der Diaspora gestellt und eng mit dem Feind Pavarësia zusammengearbeitet. Nderuar Nikoqeri Kësoj Mbrëmje, kryetari i shoqatës Pavarësia, zoti Beqer Sopa. Nderuar ishte kryetari i Parlamentit Evropian, miku im zoti Rainer Wieland. Nderuar kryetari i Bashkisë së Tropojës, zoti Rezmi Beraj. Nderuar miku im kryetari i shoqatës Gjermano-Kosovare, zoti Jens Kuderer. Nderuar ishi burgosur politik, publicist, gazetar, shkrimtar, redaktor, zoti Izet Abdyli. Të nderuar përfaqësues të shoqatave që veproni këtu në Baden-Württemberg. Të nderuar mjek, student, besimdhënës, punëzës. Jam i nderuar që sonte jam mesin tuaj në këtë aktivitet që është një rëndësie të veçantë kulturore, të organizuar nga shoqata Pavarësia, shoqatë kjo që po dëshmon dhe ka dëshmuar se si duhet jetë një shoqatë mirë e organizuar kudo që ajo është. Ky tupim sonte për mua ka një rëndësi të veçantë për disa arsye. Në radhë të parë më japet mundësia që sonte t'i takoj disa veprimtarë, të cilët kemi bashkëvepruar në një rrugë të vështirë por fisnike për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, si që është zoti Bergega, si që është zoti Dezmorina dhe shumë të tjerë në këtë sot. Arsyeja e dytë është se në këtë land dhe në këtë kryeqytet në Baden-Württemberg, unë kam filluar karrierën time diplomatike që është një rëndësi e veçantë për mua. Dhe gjatë shërbimit tim si diplomat dhe si përfaqësues diplomatik dhe shefi konsullatës të Republikës të Kosovës në Stuttgart, kam pasur mundësinë dhe kam vepruar ngushtë me gjitha institucionet e nivelit lokal të qendror, por edhe me shumë miq gjerman, me të cilët kemi ndërtuar shumë ura bashkëpunimin mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Baden-Württembergut, e ku në mesin tonë sonte janë edhe dy personalitete të shquara. Miku im, zoti Rainer Wieland, i cili është edhe qytetar në deri të Renasit, zoti Jens Kuderer, avokat i njohur që është kryetari i shoqatës Gjermano-Kosovare. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotërinj. Historinë dhe veprëmtarinë e shoqatës Pavarësia e njohë që nga primitivi, që nga këshilli iniciues me profesor Faradin Shalin, me veprimtarin e palodhur të çështjes kombëtare të Santahiri, me Bacen Shaban, me Bekim Elshanin dhe shumë të tjerë. Me gjithë kryetarët e shoqatës, zotin Baki Mustafa, zotin Gjevdet Syla dhe kryetarin aktual, zotin Beqer Sopa, të cilët me përkushtim të veçantë kanë punu dhe kanë kontribu dhe kudo që është paraqit shoqata Pavarësia ka dëshmu profesionalizëm dhe adetarizëm dhe në ka bërë të ndjemi mirë dhe krenar, jo vetëm ne si përfaqësues diplomatik, por edhe gjithë shqiptarët nga të që dhe nga të që janë. Të nderuar pranishëm zonja dhe zotëri, për arsye kohe dua të evidentoj vetëm dy raste, sepse ka shumë raste kur shoqata Pavarësia ka performu dhe miqet gjermane kanë vlerësuar minuta në të lartë. Rasti i parë është kur në Baden-Württemberg organizohet nga Ministria e Drejtësisë nata e konsulatave, ku edhe konsulata jonë ishte organizatore, ku në atë mbrëmje performon shoqata Pavarësia para Ministrit të Drejtësisë zotit Gudio Wolf, me disa valle nga viset e ndryshme shqiptare. Ministri i Drejtësisë shprehet, po e parafrazoj. Sonte unë dhe bashkëpunëtorët e mi kemi vizituar disa konsulata të akredituara këtu në Stuttgart
por aja që ka shohëm i sante në konzulatën tuaj, është për të vlerësuar, për të cilësuar, dhe do të mbetet gjatë në kujtesën time dhe të bashkëpunëtorëve të mi. Rasti dytë është shërimi 30 vjetorit e ribashkimit të Gjermanisë në Baden-Baden të organizuar nga shoqata gjermano-kosovare, ku në atë të bim ishin shumë personalitete, ishte kryetarja e bashkisë e Baden-Württembergut, Baden-Badenet, zonja Margarete Mergen, deputeti Tobias Wald, drejtori i Filharmonisë zoti Art Justen dhe shumë personalitete të larta të Baden-Württembergut. Pas performimit të shoqatës Pavarësia, drejtori i Filharmonisë së Baden-Badenit, prezencën e shumë miqve thotë, me shumë dëshirë do t'i pritja këta djemë dhe vozat performojnë edhe në Filharmoninë e Baden-Badenit. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri. Për fund, kush se si për garancia apo për garantitja, me lejoni që falenderoj kryetarin e shoqatës, zotin Beqir Sopa, dhe gjithë anëtarët e Pavarësisë, sepse çdo herë ku kanë performuar na kanë vënë të ndihemi krenar, dhe mesazhi im është në parësi, shëndet, punoni dhe veproni dhe na bëni krenar ashtu siç na keni bërë këto 15 vjet e shkuara. Ju faleminderit për mënyrë. Faleminderit për të fjalën dhe për kontributin. Në shaj respekte e kemi edhe për zotrin Ladrovci një mirënjohje për kontributin e tij si diplomat dhe për bashkëpunimin me shoqatën tonë. Faleminderit.